Në lindje të Shqipërisë, Parku Kombëtar i Shebenikut mbetet një nga zonat më të rëndësishme për biodiversitetin në vend. I shpallur në vitin 2008 dhe me rreth 34.000 hektar, ai përfaqëson një pasuri të rrallë natyrore dhe një korridor të rëndësishëm natyror në Ballkan. Por sot ai nuk quhet më Shebenik Jablanic, sepse bashkëpunimi ndërkufitar ka ngecur pa arsye të qarta, ndërsa pala shqiptare e ka shpallur dhe madje zgjeruar parkun, në anën tjetër të kufirit procesi për mbrojtjen e Jablanicës nuk ka ecur me të njëjtin ritëm. Dhe kështu, një park që duhet të ishte i përbashkët, sot mbetet i ndarë. Në terren kjo ndarje nuk ekziston. Fauna lëviz lirshëm përtej kufive, ekosistemi është i njëjtë, por mbrojtja jo. Ekspertët paralajmërojnë se edhe zhvillimet jashtë kufive formal, ndërtimet apo aktivitetet e pakontrolluara mund të ndikojnë drejt për drejt mbi parkun. Ndërkohë sfidat vazhdojnë, banorët përreth mbeten të varur nga burimet e tij, por duket se janë të përjashtuar nga vedimarrja dhe kanë pak informacion mbi parkun. Kemi një shumë mirë veten për parkun kombëtar se u ka shfryzuar maksimumi. Po ne duam me fjalë një zonë të afërt, ke parasysh, nda këtu me dru ngrohen. Druja aty ai thotë ik merren 20 kilometra larg. Megjithatë, për shumë prej tyre, zhvillimi shihet si një mundësi dhe ndërtimet e reja si një gjë pozitive. Sa më tepër ndërtohet këtu në Fushtudën, aq më prioritet do të jepet zonës. Konceptin tim, ndërtimet gjithmonë këtu duhet të jenë të lidhura me dy faktorë. Të jenë sa më pranë natyrës dhe të ngjajnë ndërtimeve karakteristike të zonës. Ka 2 vjet që është rrugë, këto ka qenë rruga nuk kaloheshe. E tha me vjen shumë turistë, po bëhen shumë ndërtime. Ka aktivitet. Por është mbrojtur shumë nga prerja dhe nga këto. Është kthyer në gjendje shumë të vizhër, domethënë. Vizitorët e zonës kanë një tjetër përvojë, ata vlerësojnë natyrën e paprekur dhe qetësinë që ofron parku. Na pëlqen gjithë natyra, edhe parku është shumë i bukur, shumë i veçantë. Vim shpesh këtu sepse këtu nuk ka ndërtime, nuk është i populluar. Zona e Rajcës shfaq një tjetër realitet. Banorët e fshatrave në kufi të parkut për shkak të mungesës së investimeve në 10 kilometra rrugë kanë zbritur në periferi të Prenjasit, duke lënë kështu tokën, vendlindjen dhe natyrën. Kryetari i njësisë administrative thotë se ka disa rikthime që edhe po ndërtojnë bujtinat e para në këtë territor, ndërkohë sytja nga paketa e maleve që pritet të rrisë investimet në zonat malore. Ne kemi pasur disa iniciativa nga banorët në ndërtimin e disa bujtinave. Në anën tjetër të kufirit, në Maqedoninë e Veriut, masivi i Jablanicës, megjithse me vlera të jashtëzakonshme natyrore, ende nuk ka një status të plotë mbrojtjeje ligjore. To je važno, zato što ovde ne imamo site najubaj prirodni ubavini. Te rečime Vevčani izvorite, te rečime gore crkvata Sveti Spas, pa gore Crn kamen. Вървот што е, имаме таму природни езера, локви, ние ги викаме локви, таму на Петровден одиме, па една недела цела таму, нарочито млади одат седат таму се слави. Много е битно, мисля, се прави еден ред, со закон, со начин на користење на природниве богатства. Ndërkohë që procesi për shpalljen si zone mbrojtur zvarritet, në terren raportohen prerje, ndërhyrje pranë burimeve ujore dhe presion në rritje. Ekspertët e konsiderojnë Jablanicën si një korridor të rëndësishëm ekologjik për të gjithë rajonin, por pa mbrojtje reale dhe pa bashkëpunim ndërkufitar, ky korridor rrezikon të fragmentohet. Делът на планината Jablanica се сочи с добър проблем от страна от сеча, od kratci od drva, da kažemo, i tenderashi koji nezakonski shumata se seqit, leona po zakon nivo. Dhe kur i kthehesh sërish në Shqipëri, tabloja bëhet më e qartë. Natyra vet nuk mund të njohë ndarje, por menaxhimi shtetëror ende funksionon i fragmentuar. Dhe ndërsa vendimet vonojnë, natyra nuk pret dhe dëmet e biodiversitetit mund të jenë nesër të pariparueshme.